Të dashur besimtar dhe besimtare, përpara se ta vazhdoj këtë mesazh të rëndësishëm, kërkoj nga ju që ta shpërndani sa më shumë këtë video. Mesazhi im për ju është për njerëzit më të poshtër. Njeriu më i poshtër nuk është ai që ka gabuar ndaj teje një herë, por ai që ka ngrënë me ty në sofrën tënde, ka përfituar nga të mirat e tua dhe të ka mohuar krejtësisht. Ai që të ka përqafuar përballë, por pas shpinës tënde nuk ka lënë punë pa bërë. Shpifje pa përhapur dhe të keqe pa kurdisur. Ata janë njerëz të pabesë, pa moral dhe pa frikë nga Allahu. Ruaju nga ta dhe mos u bëj kurrë si ata. Sepse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk është prej nesh ai që e mashtron vëllain e tij musliman. Allahu na ruaj nga hipokrizia dhe të poshtrit.